Kur këta alpinist nisën aventurën e tyre, nuk e kishin iden se ishin gati të bënin një zbulim tronditës. Ata ishin në gjysmë të rrugës duke u ngjitur në një shkënd të thikt, kur njëri prej tyre, pikasi, këtë shtëpi bizarre të ndërtuar fiks brenda faqes së malit, nuk mund t'i rezistonin dot dëshirës për të parë brenda, por kur e bën këtë, ata u zbardhën në fytyrë menjëherë. Çfarë fshihej në atë shtëpi pa rrugdalje dhe kush jetonte në izolim total nga bota? Qëndroni me ne për të zbuluar misterin e shtëpisë në Shkëmbë. Ky zbulim i çuditshëm nisi në orën 10:15 të paradites të hënën. Dy alpinistët, Leo Andersen dhe Mia Williams, po përshkonin njërin nga faqet më të thikta të shkëmbinjve në vend. Ata sapo kishin bërë një pushim në një seksion të rrafshuar të ngjitjes dhe ishin gati të vazhdonin kur e pan atë. Leo mbështeti shpinën pas guri gëlqeror të ashpër, ndërsa djersa i rrithe në kokë, edhe pse sapo ishte çlodhur. Mia ishte tashmë pak përpara tij. Por pa pritmas, ajo ndaloi dhe pa prapa drejt partnerit të saj të ngjitjes me një vështrim të konfuzuar në fytyrë. A është ajo një dritare? Thirrri ajo me habi. Në fillim, Leo mendoi se Mia po bënte shaka, por sa më shumë zgjaste vështrimi i saj, aq më shumë Leo e gjente veten një lloj të intriguar. Ai bëri hije mbi sytë e tij dhe u përkul në mënyrë që të ndiqte gishtin e Mias që po tregonte diçka. Dhe atëherë e pa edhe ai. Kishte xham që kapte dritën e diellit. Çfarë kërkon një dritare në një shkëmbë mali? Sa më afër ngjiteshin, aq më e qartë bëi forma e çuditshme. Një çati prej kallajit e ngulitur një gur të fortë mbi një derë druri, që nuk dukej sikur mund të ishte reale. Mia e vështroi, pastaj u kthye nga Leo. Dikush ka ndërtuar një shtëpi brenda malit. Zëri i saj ishte i vogël, sepse ajo ende nuk mund ta besonte atë që po shihte. Struktura ishte e vjetër, por linjat e drurit dhe metalit ishin shumë të rregullta për të qenë aksidentale. Nuk kishte asnjë shteg apo shkallë që të çonte këtu, vetëm shkëmbi i thikt. Leo pyeste veten se kush mund t'i kishte sjellë të gjitha këto materiale atje lart, dhe sa kohë më parë kishin qëndruar aty ku qëndronte ai tani. Pastaj, ata panë të vetmen rrugë të mundshme për të kaluar, një parvaz të ngushtë shkëmbi që dilte nga kreshta kryesore drejt ballit të shtëpisë. Parvazi nuk ishte më i gjerë se një anë trotuari, por kjo ishte të paktën 600 këmbë, rreth 180 metra lart mbi tokë. Mia testoi qëndrueshmërinë e tij me çizmen e saj, duke i mjaftueshëm i fortë për t'i mbajtur. Pra, pas një diskutimi të shkurtër, të dy ranë dakord të bënin udhëtimin për tej. Të shihje diçka aq bizarre sa kjo, thjesht nuk mund të shpërfillej. Mia lidhi litarin e sigurimit të tyre dhe bëri hapin e parë mbi parvaz. Një nga një, tha ajo, por Leo këmbguli që të lëviznin së bashku, duke besuar në litarin mes tyre. Ai la disa hapa hapësirë mes tyre dhe pastaj u nis edhe ai, duke e mbajtur trupin sa më afër faqes së shkëmbit. Ndërsa kalonin, temperatura ra. Era, që ishte e ngrohtë vetëm pak minuta më parë, tani ishte therse dhe e ftohtë. Pa pritmas, një tingullim metalik klang bëri jeho nga atë që dukej si brendësia e shtëpisë, duke tingulluar saktësisht si një kanat që hapet nga era ose përplaset nga dikush i padukshëm. Dritaret zbazmeta vështronin prapa, pa zbuluar asgjë se çfarë ndodhte pas tyre. Kemi ardhur deri këtu, tha Mia, zëri shtrengur, por i vendosur. Duhet të shohim se çfarë ka brenda. Leo hezitoi, duke parë prapa drejt gremimës poshtë. Ai kapi dorën e Mias, ndjen strëngimin e saj që e stabilizonte, dhe së bashku, ata zbritën nga parvazi dhe dolën në seksionin pikërisht përpara derës drurit të kabinës misterioze. Dera ishte e fortë, me një dru që ishte çuditshme i lomët për moshën e saj. Leo preku dorezën, ishte agoma e ngrohtë, nuk kishte asnjë shenjë kalijetje apo dëmtimi nga vera, pavarësisht shenjave të qarta se ky vend ishte shumë i vjetër. Mia mbështeti veshin te dera, duke dëgjuar për ndonjë lëvizje, por asnjë tingull nuk arriti tek ajo. Kabina e malit ishte tmerrsisht e qetë dhe e errët brenda, duke e bërë të vështirë të pikasnin detajet, kështu që për t'u orientuar, Leo ndezi dritën e kokës, duke ndriçuar errësirën e kabinës. Mia kërhoqi një shall mbi gojën e saj, me sytë e hapur nga eksitimi dhe një grimcë frike. Ata u krusën në pjesën e sipërme të kornizës së derës për të hyrë. Ishte malli mjaftueshëm e gjerë për një veten vetëm. Dhe pastaj, kuptuan diçka të veçantë. Pjesa e përparme e shtëpisë që ngjante me një banesë nuk përputhej fare me anën tjetër të derës. Nuk ishte asnjë hapësirë banimi apo zone xhumi. Kishte vetëm një tunel të çuditshëm që të çonte më thellë në mal. Tuneli ishte malli më i gjerë se korniza e derës që e mbyllte me të botën e jashtme.
dhe dritaret në të dyja anët e derës nuk ishin as të dukshme në brenda tunelit. Ai xham ka thjesht xham guri të fortë pas tij, por ku të çon ky tunel? Në fillim, askush nuk u përgjigj. Të dy hodhen hapat e parë në tunelin e Pierrët, për pastaj e dëgjuan përsëri, një tingëllim lart metalik të ndjekur nga një goditjer. Ishte i njëjti tingull, si zilja që kishin dëgjuar më parë, por tani ishte më thellë afër, dukej si vilte nga dikund pranë asaj drite. Leo dhe Mia lëvizën më afër drejt fundit të tunelit. Ishte rreth 60 metra dhe mjaftueshëm i lehtë për t'u përshkruar. Por pastaj ndodhi diçka e papritur. Erat hulëritse gazhderëve të kabinës ishin të pamëshirshme dhe po shtypnin fort faqen e shkëmbit. Dhe pastaj, një goditje veçanërisht e fortë e erës goditi derën përpara. Dera druri, dikur e pafajshme në shqetje, u përplas fort në kornizën e saj. Aq fort në fakt, sa që u bllokua në veshjen e drurit rreth saj në një kënd të Pierrët. Tingurimi bëri jeho nëpër muret e gurore të tunelit, duke bërë që Leo dhe Mia të kërcejnë në përpjet. Ata vrapuan mbrapsht nëpër tunelin e shkurtër dhe kapën dorezën, por ajo nuk lëvizte. Leo përpoq ta shtynte me shpatull, por dera qëndroi pa lëkundur, dhe kur drita e tij ndriçoi anët e derës, ai pa se sa thellë ishin futur në kornizë. Kjo derë nuk po i nxirrte jashtë, dhe era që shtypte nga jashtë nuk po ndihmonte as pak. Ata ishin papritmas të vulshuar brenda kësaj kabine të jashtme malore. Duke e kuptuar se nuk mund të largoheshin, nuk kishin zgjedhje tjetër. Ata ndoqën tunelin drejt burimit të dritës përpara, dhe pasi arritën në fund të kalimit të ngushtë, ai u zgjerua në një hapësirë në të madhe. Ishte një zonë që ngjasonte shumë më shumë atmosferën e dhomës së ndritshme që kishin pritur në fillim të ekspeditës së tyre. Dhoma ishte e vogël dhe e gëditur drejt për drejti nga guri, si një kazermë ushtari që hieshe nën tokë. Pluhuri qëndronte i trash mbi çdo sipërfaqe. Disa karrige dhe shtretëra druri të ulët ishin mbështetur në murin pas saj. "Çfarë është kjo? Kush jeton këtu?" pyeti Mia. Në tavolinë ishte një pjatë me mbetjet e një vakti. Ishte një kup me një shtresë të hollë të diçkaje të errët në fund dhe një fener që ishte ende i ndezur. Kishte gjurmë jete, edhe pse ende duke i vështirë të besojë se dikush do të zgjidhte të jetonte në këtë vend. Fotografitë të zbehura ishin të ngjitura në murin e gurit mbi shtretrit, duke treguar maja malesh dhe grupe njerëzish me pajisje ngjitjeje. Megjithatë, në të gjitha fotot, çdo fytyrë ishte gërvishtur dhunshëm. Të gjitha fytyrat përveç njërës. "A është ky personi që jeton këtu?" pyeti Mia, duke treguar një burr që mbante një kapele blu. Ovalet e gërvishtura, ku dikur ishin kokat e njerëzve pranë burrit me kapele blu, tregunin një zemërim të vërtet. Leo dhe Mia ndjen të dy një ndjenjë shqetësimi. Nëse ky është njeriu me të cilin ishin bllokuar këtu, atëherë nuk ndiheshin të sigurt. Heshtja rëndonte rreth tyre. Mia u mbështoll me krahët e saj, papritmas e ftohur. Ajo nuk mund ta hiqte ndjenjën se dikush ose diçka po i vëzhgonte nga një vend i fshehur. Çdo hije dukej sikur lëvizte. Papritmas, një hap i mbytur bëri jehon sipër tyre, duke ardhur nga diku në tavan. Të dy ngrin, duke parë lart. Nuk kishte kat të dytë, as papafingo, as gjë që mund ta shpjegonte tingullin. Ishte sikur dikush po lëvizte në gurin direkt mbi ta, duke ecur ngadalë para mbrapa. Duke përdorur tavolinën si bazë, Leo arriti të kapte dorezën dhe të tërhiqte poshtë një kapak. Me një kërcitje të fortë, ai u hap, duke lëshuar një vërshim ajri të ftohtë dhe duke zbuluar një vrim të zezë katran sipër. "A do të hymë vërtet atje?" pyeti Mia, por Leo ishte tashmë i vendosur. "Nëse diçka po na vëzhgon, është më e sigurt nëse e dim se çfarë është." Ai u zhduk në errësirë, pastaj u rishfaq te kapaku. "Ti tha se nuk doje të rije vetëm, kështu që hajde me mua, është më sigurt bashk." Mia hezitoi, pastaj mori dorën e tij. "Nuk do ta besosh se çfarë ka këtu lart", po shpëriti ai. Ajo u gjit përmes hapjes dhe e gjeti veten në një korridor të ngushtë që shtrihej pabesueshmërisht larg në mal. Ata dëgjuan, nën qetësinë, tingulli i zbehti ujit që pikon bënte jehon nga pas një dere druri në fund të korridorit. Ndërsa afruheshin, pikimi u kthye në një ulërim të vazhdueshme. Së bashku, ata kapën dorezën dhe e tërhoqën. Një vërshim shurdhues uji mbushi veshët e tyre. Drita rrithte çuditshmërisht në shpellë. Ata qëndronin pas një ujvare masive. "Si është e mundur kjo?" tha Mia me zë të ulet. Pastaj, një zë bëri jehon në shpellë, duke thirrur emrat e tyre.
Për te ujvares, pran pellgut poshtë, një burr po I përshëndeste me dorë. Ata e njohon me njëherë, burri nga fotot, ai me kapele blu. Leo bëri një hap pas, I vrenjutur, por Mia, tashmë më e qëndrueshme, insistoi se nuk mund të ktheheshin mbrapsht. Nëse dikush ka përgjigje, është ai. Pozicioni I qetë I burrit nuk përputhej me imazhin që kishin imagjinuar. Ai tregoi shkallët e gëndritura në anë të ujvares. Janë të forta, I kam testuar vet. Ata zbritën me kujdes dhe ju afruan të huajt. Emri im është Liam, jam alpinist ashtu si ju. Liam shpjegoi se kishte mbërritur atje 7 vjet para me një ekip të 6 personësh. Litarët e tyre u këputën teksa arritën në kresht dhe ai mbeti të bllokuar në pragun e kësaj shtëpie misterioze. Grupi I tij u largua për të fatur ndihmë, por askush nuk u kthyre. Isha I zemëruar në fillim, pranoi Liam, edhe I gërvishta fytyrat e tyre në fotot që mbante. Mia kujtoi fotot e dëmtuara dhe kuptoi të vërtetën pas tyre. Balli I shtëpis ishte tashmë këtu kur mbërrita. Nuk kam iden se kush e bëri, por kjo nuk kishte më rëndësi. Vendi ka ujë të pastër, shtre dhe ushqim. Punonjësit e rështimit erdhën përfundimisht, por unë refuzova të largohesha. Kam gjetur paqe këtu, diçka që nuk e kisha kurrë në shtëpi. I shikoni ata me sinqeritet. Kur të largoheni, ju kërkoj ta mbani këtë vend sekret. So, ka një rrugë dalje? Pyeti Mia. Liam po I hoi me kokë dhe tregoi drejt një shtegu spiral që gjarpëronte lart pranë ujvares. Ndiqni atë rrugë, të nxjerr jashtë malit, është e sigurt, e përdor shpesh për të mbledhur ushqim nga pylli sipër. Të leftësuar, Mia dhe Leo buzëqeshën. Ata ndan një vakt me Liamin, peshk të freskët dhe hidhra të gatshme obi një zjarr të vogël. Nxehtësia e ushqimit dhe prania e tij e qetë e bën vendin e çuditshëm të ndihet më pak kërcënues. Para se të ndaheshin, ata premtuan të mbanin sekretin. Liam I shikonte ata teksa largoheshin, I kënaqur. Teksa Mia dhe Leo dolën në dritën e muzgërimit lart, ata kuptuan se sapo kishin dëshmuar diçka të jashtëzakonshme. Ata kishin takuar një njeri që zgjodhi vetmiën para botës dhe zbuluan një botë të fshehur që do të mbetet përgjithmonë e tyre. Kush e ndërtoi atë vend, nuk kishte më rëndësi. Një vend mund të ketë sekretet e tij, dhe ky tashmë ishte pjesë e historisë së tyre. Po ju, a do të kishit guximin të jetonit 7 vjet I vetmuar brenda një mali si Liam, apo do të bënit gjithçka për të kthyer në qytetërim? Dhe çka mendoni? Kush mund ta ketë ndërtuar atë shtëpi misterioze fillimisht? Na tregoni në komente.